ka pas një periudhë kur unë kam qenë ashtu më erdhe gjithçka në majët e hundës, kisha pak probleme shëndetësore, nuk janë shumë problematik, ka tani për kohës e fundit, ta them të drejtë nuk është se kam pas edhe shumë që 2 vite intervista me mysafir të showbizit, përpos që nëse ka pas ndonjë promovim apo ndonjë gjë tjetër, ka kohëve të fundit nuk e di pse distancoheshin artistët nga të gjitha mediat dhe pastaj kishe më të vështirë të arrish deri tek një intervistë sepse ta shkruajnë që ka një vit që nuk jap intervista askund, është pak më e vështirë. Ka pas ndonjë rast pak më specifik ku nuk kemi gjetë gjuhë përbashkët, po kryesisht kanë qenë mysafirët e mi më të mirë. Përveç pjesës që e cekët edhe ju që është mjaft stresuese, puna e përditshme, gjërimet, puna në televizion, ndoshta keni ndirë ndonjëherë, themi kështu, për të hekur dorë nga kjo punë, apo për të larguar, apo je lodhur ndonjëherë, ndjerë e lodhur nga ky aspekt? Po, ka pas një periudhë kur unë kam qenë ashtu më erdhe gjithçka në majët e hundës, kisha pak probleme shëndetësore dhe njeriu i shëndosh ka 1000 dëshira, ndërsa i semuri ka vetëm një të bëhet mirë dhe të shërohet dhe unë atëherë nuk doja t'ja ndi për asgjë tjetër. Dhe thash sikur e konsumova veten, e harxova veten, e lodha shumë veten, ndoshta për atë edhe më ndodhi kjo çfarë më ndodhi, po aty ishte në atë moment familja ku edhe rikuperimi ishte shumë më i shpejtë edhe gjithçka dhe pastaj pse u bëra më mirë, harrova që kisha thënë se dua të dorëzohem, pastaj prapë u riktheva po aq fuqishëm si më parë. Është një dashuri në vete kamera, jam e bindur që e din edhe vetë, është një dashuri në vete kontakti me njerëzit, njohja me njerëz të shumë të rrethi, gjanë, puna, ajo që mendon se ti je një zë që po informon të tjerët, është magjin vete që sa do që je i lodhur në momentet të caktuara, prapë ajo mënyra që ti informon tjerët dhe ai momenti ku tjerët presin një lajm nga ti të bën që të kthehesh në normalitet. Përmendë shumë mirë që kur është puna, fjala tek shëndeti, diçka tjetër ndoshta nuk e kemi shumë në mendje. Ka qenë diçka që është e kaluar lehtë, ka qenë diçka shumë serioze situata shëndetësore e Xhananit në atë kohë? Ka qenë pak e vështirë, kemi gjeca qeliza kancerogjene, dhe është dashtë kjo është për herë të parë që e them, dhe është dashtë i futem një intervenimi shumë të shpejt me njëherë, edhe pse nuk ishim as simptoma as asgjë, gjithçka ndodhi shumë shpejt dhe nuk doja të di për puna, po për asgjë tjetër, vetëm doja që të kujdesem për vetëm, po që fal Zotit, gjithçka doli ashtu si duhet dhe